rruga shumë e keqe. Do thonë edhe kur kena ndaj punë mënonë mi shty punët që mi bo shkrejta, kuptoj, për dalin, mos ne... Po, del njerë e mirë në rrugë. Bravo, domethënë që mos dalin shpesh. Ti jeton këtu, ke ikur... Po, jetoj këtu. Jeton këtu, nuk e ke praktikë. Jo, jetoj akoma këtu. Me qa me... Me bujësi dhe blegëtori. Qa malli ke, qa produkte? Baktetinta, dhi. Edhe bujësi, domethënë, tem, gjona... Unë për momentin kam 100 krerë, dhi. Shumë mirë, super. Ke marrë subvencion këtë rrallë? Po. Se flitet që... Po, kam marrë. E ke marrë, 1.500 lek, 15.000 për kokë? 15.000 dhe më thonë e kanë bërë tash këtë vit. E kanë bërë këtë vit. E kupton, 12.000 ka qenë. Po, deri vitin e kaluar. Po, bravo, 12.000. Për këtë vit nuk janë ndarë akoma. Jo, s'janë ndarë akoma. Të shohin domethënë çfarë do bëhet. Shohin, po. Po kështu bujësi? Bujësi me pemë ullin domethënë. Me ullin. Po, pemë tjera gjona. Ke mirë ullin? Mirë, po. Po ngati te 300-400 euro lirë. Super. Domethënë për momentin, po në vazhdim shpresojmë që mi shtua akoma më shumë. Që ti ta shtosh, edhe sa tokë lirë ke për shkakun, që ta shtosh tokën. Po kam gati 1 hektar tokë. Që e ke mundësi për ta me mbjell. Po. Por problemi kryesor është tek rruga që... Po pra, këtë do të thoya, nëse bëhet rruga, po s'ka dyshim. Sa mund të rritesh ti ekonomikisht që ti të prodhosh më shumë? Shumë, s'ka dyshim fare. Rruga është kryesore. Ne domethënë flasim për rrugën kryesore, se pastaj rruga që shkon tek tokat do ta bëjnë vetë në mënyrë private, kupton? Ka dyshim fare. Aty nuk vjen njëri tek toka. S'ka shans. Ato s'kan ardhur fare te rruga kryesore, ato nuk kanë gjendje me kontrollu një punëtor, më thjesht, e kuptoj. Edhe me atë domethënë kena 2 vite që e bëjmë llaf veç për një punëtor. Për një punëtor. E kupton? Që ai në vetvete s'ka çfarë të bëj shumë, po ju thoni të paktën bëj diçka. Po të paktën justifikoj ditën e punës. Të paktën jetë aktiv valla, ta shohim në rrugë, se ne as nuk e shohim atë. Ka raste që shkoj muj 2 muj. E thash ti që është administratori, thash ky ka është me pushime, se s'e kam pa, jo sa ka qenë të puna. E kuptoj. Tash edhe s'e kam pa fare atë, e kupton, solli disa fota që kish bëu ai. Domethënë te rruga dhe kështu i mashtrojnë, thash, nëse këto janë të vërteta që ky ka punu, thash unë vjen të më me makinën time dhe hajde shohim rrugën. Ne do t'ja tregojmë përmes pamjes se e kemi filmuar gjithë, kështu që mos kesh mundësi. Askush të tyre nuk është aktiv domethënë tek puna do. E kuptoj. Nuk është aktiv fare, ai s'ka qenë fare me pa punën që bë punëtori, e kupton. Ne kena thonë që ai s'punon, ose normalisht ato s'kan pruar si lloj mjeti, po të paktën edhe punëtor që e sjellin, bëj diçka ose më mirë ta heqin fare dhe ne. Po Bashkia e Elbasani ka një 4 mjeta. Një sikur të sjelli, një fadron. Edhe një kur e sjellin, një herë në vit, a kupton, një herë 2 në vit, më thonë ai vjen veç për reklamë,